vinë muhabetet e shikimeve, që më shef e shof. Më duket sikur më shef ndryshe, sikur pa e shof ndryshe. Vjen situata që tani jemi të ndarë. Ajo, në pikërisht në këtë moment, vjen dhe pyet dhe thot një mendim nga 700 milion mendime se kështu e justifikoj, që i vinë asaj në kohë, pyet momentin që ne jemi të ndarë në lojë. Pyet dy vetat, pyet ty dhe atë tjetrin, me që ishte shoku im ai, se prandaj po e pyeska, e pyet se çfarë marrëdhënie ka ai me atë se më duket e çuditshme, e dihet se si është fjalia se e tha. Pra pyet për marrëdhënien time me bashortën. Pyet njerëz të tjerë, nuk pyet mua. Ajo në bisedën tonë, Kruni, po i thoja mendimin tim që ju keni përfitu të dy nga situata. Ja pra një sekond. Dhe tha, ai tha nuk ka folur kur për jetën e ti me mua. Përveç se një herë, tha që erdhi një letër, që i kishte shkruar bashortja. Ka ardhur i letër? Jo. S'ka një herë letër nga bashortja? Jo. Ç'a tha ajo atëherë? Ja pra, një sekond, ta them unë. Ka shku... Dhe unë tha do isha ndoshta, tha, nuk e di mirë si është mësuar, tha në raportin e tij tha me bashortën. Bukur. Si është puna Selin thash? Mos u fut ke kjo pjesë. Bukur. Arditi thotë kam thënë unë atë fjalë. Letra, dakord. Letra është që më erdhi me 14 shkurt, që i erdhi gjithë mesazhe këtyre që kanë lidhjet, bashortën, gruan e gjithë dhe ka ardhur një letër. Po më erdhi, kjo është letra, po jo, s'ka ardhur përpara. Kjo është letra, po këtu ishim të ndarë. Dhe kjo erdhi mbas disa ditësh që më pyet mua, që erdhi 30 minutë që i dha Gimbo, do flasësh me këtë afër, dhe tha, mund ta shohë që ka të letrën që të ka ardhur? E lexoj letrën, ishte shumë e bukur, dhe mbasi ka lexuar këtë letrën, ka ardhur dhe ka bërë këtë muhabetin me ty. E kupton? Po. Ashtu dhe. Ul vetë, të beto unë isha te pufi, ul vetë të shkallë. Tani unë kam parë edhe unë kam parë diçka tjetër që ndoshta unë të gjitha këto po i shoh gabim, po janë te mendja ime dhe du t'i nxjerr nga mendja ime. Dhe do pyes edhe Selinin për këtë gjë që po tregoj ty. Tani kam parë dhe po, do pyes nesër, do bëj sjarim me këtë. Se do të seroj veten time të jemi qetë. Kam parë edhe marrëdhënien që kam me Gimbon. Nuk kam qenë asnjëherë kundra, le çat interpretohet, bën çat doj, ka dash, më ka thënë që dua të jetoj, jeto, bëj qefin tat, vetëm kujdesi kam thënë se të merr kohë nga loja, kur kena qenë bashkë. Tani ajo bën lojën e vet, vazhdon lojën e vet. Ajo me Gimbon, unë shoh ka një marrëdhënie shumë të mirë, shumë të ngushtë. Më ka thënë atë në fillim që unë aty ndjehem Selin e tjera. Tani, po shikoj këto kohët e fundit që edhe nga interpretimet e shumë banorëve këtu, që nuk e shoh të lumtur. Nuk e shoh happy. Nuk e shoh si ka qenë më parë. Nuk e shoh si atëherë kur më rrinte te akvariumi, te dera që më vinte të veshin aty, derisa dole tha Sami që erdhi tha se shtëpia pa ty këtu nuk ka asnjë lloj kuptimi. Nuk e shikoj si atëherë që më thoshte nëse del ti, unë mbrapa teje do dal. Nuk e shoh se si më priti momentin që erdha mas Birkenës. Pra e shoh ndryshe. E shoh pak përhumbur, e shoh pak të hutuar, dhe nuk e shoh, dhe nuk e shoh të lumtur.